fituesi tjetër të asaj zone, Gjeloshit, I cili me shumë energji ka dashur dhe ka punuar, po tani po japim një mundësi që ti legalizojë dhe të punojë mbi baza më legale. Mirë se keni ardhur herë. Unë jam një përfituesit e paketës maleve. Na kena një restorant vogël aty. Dhe ju ftoj ta vizitoni si perlë natyrore e Rregamit, Gurizi, Sheldin, Shpori, Masarreku si jashtëzor jashtëzakonshme. Për ne paketa e maleve koken e domosdoshme, jo vetëm për mua, por shumë banorë tjerë që kanë përfituesa të tjerë. Unë besoj shumë te paketa e maleve sepse nuk ndodh në asnjë vend me pas një vendosje, sepse është një marrëveshje të banorët, të komshiut, të djalë i ajës, të njëri të tjetrit. Kështu si unë e vlerësoj jashtëzakonisht dhe jam mirënjohës për një mundësi që na është dhënë. Po, faleminderit. Edhe Frani kishte diçka me thënë, është nga përfituesit e zonës. Atëherë përshëndetje, unë jam një nga dëmtumt e korrikut kalum. Faleminderit për mundësinë që na jepet tash më vazhdu në mënyrë të ligjshme. Ka 20 vjet që jetoj rrugash, e kam banuar, më thon bashkë me nusën time e kam thuj, më u kthy. Nga e ke nusën? Ukrainse, jetoj në Angli për shumë vitesh. Tash kam banuar, më thon, me këtë mundësi që na jepet në mënyrë të ligjshme, me vazhdu përpara. Mas çdo të keqe të kojt mirë, më thon, edhe unë jam plotësisht optimist, më u kthy në vendemin edhe me ecë përpara në mënyrë të ligjshme, me ndërtesa si i përshtatën karakterit zonës Thethet Shalës Dukagjinit. Shumë faleminderit për tonë. Fran, thot një shprehje, koka bën, koka pson, po tut pa kokën ty, unë them që koka e fortë bëhet edhe më e fortë kur e pson, kështu që ti në rregull je, tash ti do të mbështesim me gjithë zemër që të bësh diçka fantastike. Nejse, më vjen keq, sinqerisht, unë kam pas në atë periudhë, siç mund ta merrni me mend, nuk e di nga Frani, po kam pas mesazhe plot nga ata që u turrën për të hedh llaçe e gur këtu, që ne djersa e kjo ajo. Tani, këtu çështja është shumë e thjeshtë, miqtë e mi. Juve jeni të bekum që keni fatin të jeni trashëgimtar të kësaj zone. Sepse është zona, është magjia e gjithë këtyre maleve, është historia e zonës që juve ju bën ta nisni një sipërmarrje turistike si me nis një neshje 13-0. Por nga ana tjetër duhet jeni shumë të vetëdijshëm që po u prish magjia e kësaj, nuk ka më mundësi që juve të keni perspektivën që do të keni duke e rujt këtë magji. Dhe magjinë e kësaj e prish pikërisht zhvillimi i pakontrolluar, duket sikur qa po bëj ja po bëj një shtëpi guri, po bëj një këtu, një atje, në mënyrë të pakontrolluar, prishet magjia. Unë po ju them pa asnjë diskutim, nëse ne nuk do kishim ndërhy dhe nëse nuk do kishim shëruar me shpejtësi atë plagën mund zemër, që ju mori të gjithëve ju, po nuk ja mori vetëm ju, ja mori fytyrës së Thethit, që është fytyra e maleve të Shqipërisë në gjithë faqet e botës, magjin, atëherë të jeni të sigurt që do të binte numri i atyre që do interesoheshin për Thethin. Sa turistë keni pa, unë kam pa fotografi për vete, po sa keni pa ju që shkojnë ulen nga ajo fusha dhe rrinë aty me orë dhe rrinë, sepse është magjike. Pra duhet ju të jeni veç në sipërmarrje dhe të jeni bashk në produkt. Produkti juaj nuk është thjesht dhe vetëm kulla që do bëj Mariani me vëllezërit. Produkti juaj është Thethi. Ju nuk shisni kullën, ju shisni Thethin, gjithë bashkë. Dhe për këtë arsye,
duhet jeni shumë solidar. Ju duhet jeni si korsikanët, miqtë e mi. Nuk ndërton dot në Korsik. Nuk ka shans. Ndërkohë që në vendet tjera të Bregdetit Francës ndërtohet pa leje akoma sot. Ka raste. Në Itali, korsikanët e din shumë mirë. Ata shesin Korsikën, nuk shesin thjesht hotelin e vet. Po tjetë Korsika rëmuj, nuk vjen njeri ke hoteli. Dhe synimi me këto projekte dhe me këtë ngritje është me rrit të ardhurat. Ju e keni nis me një turizëm për bukën e gojës, keni rrit në një turizëm për mirëqenien familjare, duhet shkoni në një turizëm për pasuri. Zvicrën e vogël, ju e keni këtu vetëm në durët tuaja. Mundësin që këtu të shkohet